Albania Radio. Mirë mbrëma miq, jeni në Vitality Vibes, siç do të shtunë, një emision I cili kushtohet shëndetit dhe që transmetohet në orën 19 deri 20. Për gjithë ju që keni humbur episodin e radhës, mund ta ndiqni në YouTube në titullin Vitality Vibes, por gjithashtu për t'u informuar më tepër mund të klikoni në faqen zyrtare të topalbaniaradio.com dhe aty mund të gjeni çdo artikull për sa I përket të rejave të fundit mbi shëndetin që transmetohen në Vitality Vibes. Mirë, me mua, siç do të shtunë, është një mjek dhe patjetër që sot kam një mikesh e cila prej kohësh tentojmë ta thrasim njëri tjetrin dhe të takohemi me njëri tjetrin dhe të doktoresha të ishte patjetër në Vitality Vibes, sot më në fund ja arritëm. Dhe për gjithë ju, me mua në studio është doktoresha Albana Daka, mjeke klinike, nutricioniste dhe genetiste. Pra, tre specialitetet të cilat I rrotullohen shëndetit, I rrotullohen mjekësisë parandaluse sidomos. Dhe në fakt, unë patjetër që në gjithë ato drejtimin tuaj do doja ta fokusoja pak pikërisht emisionin sot në mjekësinë parandaluse. Unë di që ju merreni me dietologji, merreni me laborator shumë, merreni me dhoma hiperbarike, merreni me vitamina të cilat merren nëpërmjet serumit, pra disa gjëra shumë të veçanta dhe interesante për sa I përket shëndetit, që besoj jeni pak edhe nga njerëzit e rrallë të cilët bëni disa kombinime, nëse mund të quaj kështu, të formave të ndryshme për t'i ardhur në ndihmë imunitetit dhe shëndetit. Por çfarë përfshin mjekësia parandaluese? Tani të gjithë e dim, apo edhe njerëzit po informohen sot që mjekësia po fokusohet sot në mjekësinë parandaluese, sepse ne shikojmë gjithmonë artikujt shkencor që po shkojmë drejt rritjes së jetëgjatësisë, parandalimit së sëmundjeve kronike. Po që të kemi jetë gjatësi, pa dyshim duhet kemi dhe një jetë të mirë, se mund të jemi jetë gjatë, po të jemi në krevat një 30-40 vite, kjo nuk është, do me thënë, cilësia, kështu që pa dyshim, prandaj mjekësia parandaluese po fokusohet shumë në kontrollet periodike. Nëse gjatë këtyre kontrolleve periodike ne shikojmë problematika minimaliste, tentojmë ti korrigjojmë sa më herët. Prandaj sot nuk është klishe kur thuhet check-upet, kontrollet që në moshat vogla. Ne fillojmë në kontrollet që në moshën neonatale, themi paneli metabolik që në 24 orët e para që fëmia lind për të parë të gjitha smundjet, pra I shikojmë në periudhën prenatale kur fëmia është në barkun e nënës, a kemi problematika genetike apo jo. Në 24 orët e para që fëmia lind shikojmë gjitha problemet metabolike nëse kemi, dhe nëse kemi fillojmë korrigjimin që në ditët e para të lindjes. 1000 ditët e para ne themi gjithmonë për fëmijën kanë shumë rëndësi 1000 ditët e para, të cilat do na bëjnë nesër që të kemi një imunitet të fortë, të kemi një organizëm të shëndetshëm, dhe 1000 ditët e para janë që nga dita e parë e konceptimit, jo që nga lindja e fëmijës. Pra që në 1000 ditët e para merren edhe 9 muajt e shtatzanisë, pra kur fëmia është në barkun e nënës, dhe prandaj ne fillojmë me ushqyerjen e nënës, shikojmë ato protokollet e shtatzanisë të jenë të detajuara, pra të shmangim çdo problematik që në momentin e konceptimit. Dhe kjo pastaj vazhdon, ne themi gjithmonë për shembull lindjen cezariane apo lindja natyrale. Padyshim lindja natyrale, sepse ajo e famshmja flora bakteriale zorrës dhe krijimi I sistemit imunitar fillojnë që aty kur fëmia kalon në rrugët vaginale të nënës, merr atë dozën e parë të probiotikëve nga rrugët vaginale të nënës dhe fillon të saturojë apo të ndërtojë sistemin e vet imunitar, raport me një fëmijë që lind nga lindja cezariane, e cili lind pak në mënyrë më artificiale, pra ne e stimulojmë lindjen dhe nuk e merr këtë, dhe kur në studimet pastaj thonë që një fëmijë që lind me lindje cezariane në raport me atë që lind me lindje natyrale ka tendenca të ketë një imunitet më të ulët, ka tendenca të ketë fenomene alergjike më shumë se një fëmijë nga lindja natyrale. Këto padyshim nuk janë të prera me fikse, mund të kemi nëna që thonë që po unë kam lindur me lindje cezariane dhe janë të shëndetshëm, kanë një sistem imunitar të fortë, por pra
ne fillojmë të kujdesemi për të pasur një organizëm të shëndetshëm që në momentet e para kur planifikojmë të sjellim në jetë një fëmijë dhe kjo pjesë vazhdon. Kështu që prandaj është shumë e fokusuar sot mjekësia perendaluese, duhet të vazhdojnë check-upet në bazë të moshave pastaj. Ne fokusohemi gjithmonë sot themi stili i jetës tek fëmijët, pra regjimi ushqimor, si është kultura ushqimore e marrë në familje e më pas në shkollë, aktiviteti fizik, aq i rëndësishëm, kombinimi i këtyre të dyjave me njëra tjetrën për të ulur mbi peshën dhe obezitetin, por fatkeqësisht të gjitha studimet po thonë që obeziteti, mbi pesha dhe obeziteti po rritet, sepse jeta virtuale, ritmi i jetës sot po bëjnë që pavarësisht se ne po flasim shumë, por edhe industria ushqimore bën punën e vet. Jeta virtuale nga ana tjetër bën punën e vet dhe jo më parë në fund të 2024-s një studimi i Eurostatit për Shqipërinë thoshte që janë rritur në 25.6% përqindja e fëmijëve mbi peshë dhe obezitet, duke u fokusuar kryesisht në meshkujt, nga 22% që ka qenë kjo në 2022-shin. Ne i rrisim informacionet, por prap po rriten problematikat në lidhje me shëndetin dhe ne e dim që problematikat pra mbi pesha, obeziteti, keq ushqyerja, stili jo korrekt i jetës do na bëjmë pastaj që ne sot në për spitale shikojmë hipertension, pra nivelet e larta të tensionit në mosha shumë të reja. Shikojmë dislipidemi jo vetëm gjenetike, padyshim kemi dhe dislipidemi gjenetike, po shikojmë dislipidemi pra nivelet e larta të yndyrnave për shkak të stilit jo korrekt të jetës. Dhe kur them të stilit, gjithmonë të kombinimit të keq, mungesës së aktivitetit fizik dhe keq ushqyerjes. Ne kemi fëmijë, mua më rastis që të më vinë prindër me fëmijë që ndoshta edhe 14-15 vjeçar që thonë që nuk e ka provuar ndonjëherë gjellën me lug. Pra e ka ngrënë deri në moshën 2 vjeçare kur fëmia menaxhohet nga prindi dhe më pas kërkesat e fëmijës e me radhë, kalimi në shkolla, fast foodet, pra fëmia ose merr ushqime delivery, nuk ha ushqimin e shtëpisë, pra ka filluar një lloj keq ushqyerje e fëmijëve, të cilët edhe nëse nuk janë pasqyruar me rritje të peshës, në të gjitha fëmijë patjetër kemi imunitete shumë të ulta. Të gjitha fëmijë, pjesa më e madhe kanë fenomene alergjike, kanë fenomene të uljes së imunitetit, kanë fenomene të lodhjes kronike që kur këto fillojnë në mosha kaq të hershme, patjetër që nesër ne do kemi shumë më shumë adult të sëmurë. Kështu që pikërisht prandaj mjekësia perendaluese po rritet edhe si një nevojë e stilit të jetës. Pra, ne po rrisim informacionin, por po rrisim edhe të gjitha, po themi, të ekzaminimet e mjekësisë perendaluese dhe informimet që të minimizojmë këtë popullat që në mosha të hershme për të qenë më e sëmurë nesër. Mirë, doktoresha, DJ Kedos më thotë që duhet shkojmë pak në publicitet dhe do rikthehemi pas pak. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit me mua në studio doktoresha Albana Daka, mjeke klinike, nutricioniste, genetiste pa harruar gjithashtu, të cilat mendoj që janë një kombinim perfekt për të pasur një mjeke si ju mbi kujdesin e shëndetit dhe sistemit imunitar. Teksa ju ndiqja pak më parë për një detaj shumë të vogël për sa i përket lindjes cesariane dhe lindjes natyrale. Ju më thatë që gjatë lindjes natyrale ne ose fëmia, baby më saktë, merr disa probiotik të cilët i shërbejnë për rritjen e sistemit imunitar, krahasuar me atë lindjen, le të themi, në mënyrë kirurgjikale. Por ky imuniteti që krijohet tek bebat është vetëm për këtë fazën e parjes apo vazhdon gjithë jetën?
Me thënë ne jemi më të rrezikuar për shembull kush lind në mënyrë cezariane. Padyshim që është një start i parë që ne fillojmë që domethënë ta forcojmë apo të vëmë tullat e para për sistemin imunitar që në momentin e lindjes. Padyshim kur lindja cezariane është indikuar për arsye mjekësore të rëndësishme, pra kur vëmë në balancë që padyshim lindja duhet bërë pak në mod në fakt. Po, unë pikërisht këtë duhet të ndërgjegjësoj kur kjo mos të kthehet në mod, pra kur lindja cezariane duhet, patjetër duhet dhe ka indikacione mjekësore që duhet bëhet. Dhe në momentin që ne bëjmë lindjen cezariane, padyshim imunitetin do ta suportojmë me ushqyerjen, me vitaminoterapi apo me po themi me kujdes tjetër të një fëmijës që lind cezarian. Por aman kur lindja cezariane nuk është pra nuk duhet të bëhet, është shumë mirë që të evitohet dhe prandaj rruga natyrale është natyrale, quhet natyrale. Ne fillojmë pra të vëmë tullat e para të imunitetit gjatë lindjes natyrale dhe fëmia vazhdon e merr imunitetin pikërisht nga qumshi i gjirit të nënës. Pra ne i themi nënave gjithmonë, ose nëse fëmia edhe në muajt e parë, nëse grindet, ka ato dhimbje që reflektohen, koliket, pra dhimbjet e barkut reflektohen me grindje dhe i themi nënës duhet të shikojmë, nuk kemi nevojë të bëjmë ekzaminime fëmijës, duhet të shikojmë si ha ti dhe sa e shëndetshme je ti. Sepse sa më mirë të ushqehet nëna, sa më i fortë të jetë sistemi imunitar i nënës, edhe gjatë periudhës së laktacionit, pra padyshim gjatë shtatzanisë, por edhe gjatë laktacionit, nëna do t'i përcjelli sistemin imunitar fëmijës me qumshin e gjirit. Dhe ne kemi një sistem imunitar që thamë që tullat e para vihen gjatë në momentin e lindjes, vazhdojnë dhe deri në moshën 4 vjeçare, fëmia formon sistemin e vet imunitar pikërisht. Prandaj ne para kësaj moshe, edhe nëse kemi fenomene alergjike te fëmia që mund të jetë dermatiti atopik apo edhe probleme të rrugëve të sipërme respiratore, gjithmonë i rekomandojmë nënave apo dhe mjekut të familjes që të mos japi teste alergjike para kësaj moshe, sepse testet alergjike para kësaj moshe nuk janë reale sepse sistemi imunitar i fëmijës nuk është pjekur akoma. Dhe nëse ne do ta bëjmë pas moshës 4 vjeçare, do të na ndryshojë. Prandaj themi që nuk mund të vendosim diagnozën e alergjisë para kësaj moshe, sepse nuk është formuar sistemi imunitar i fëmijës. Tani unë nuk e di, mbaj mend që ndonjëherë neve në moshën tonë na kanë bërë teste alergjie në një moshë të hershme. Padyshim, po është rritur edhe dekadat e fundit është rritur dhe diagnoza. Po tani shikojmë gjithmonë diagnoza, teste alergjie të hershme, antibiotik shumë shpejt në mosha të vogla, mbas edhe ne kemi marr, nuk e di tani, po mbaj mend që ne në atë kohë na jepnin kështu në aspirinë, analgin, aty na të shishin pije dhe edhe kjo disponueshmëria shumë e madhe e antibiotikëve i bën nënat që edhe në temperaturat ato 24 orët e para e din shpëtim që po japi antibiotikun. Por antibiotiku padyshim ka efektin e vet, por ka padyshim shumë efekte anësore. Siç ne folëm që parë, antibiotiku është mitraloz në turm, do thosha unë, pra nuk vret vetëm ato mikrobi. Do flasim një moment tjetër për sa i përket antibiotikëve dhe mbase rezistencës mikrobike nga antibiotikët, por unë fakt dua ta ndroj pak konceptin se në Vitality Vibes kanë ardhur mjek të ndryshëm edhe nutricionistë të tjerë dhe ajo që ju bëni pak si të veçantë, nëse mund ta quaj kështu, është për sa i përket dietave që ju përdorni. Pra, ju përdorni forma të dietologjisë apo të dhe themi dietave ushqimore, nëse mund ta quaj kështu, në bazë të ekzaminimeve të florës bakteriale. Pra, me që kuptoj unë, nuk është që këtë dietën që ju bëhet sot për një pacient duhet t'i japësh edhe Ilvit apo duhet t'i japësh DJ Kedos që për shembull ta dobësojmë. Pra, në një lloj mënyre ju i përshtasni nëpërmjet disa ekzaminimeve shumë, një grupi ekzaminimesh shumë të detajuara. Unë e them gjithmonë që nuk ka dietë apo regjim ushqimor, se kur thuhet dietë mendohet që personi duhet haj 1/4 të asaj ose shumë pak në raport. Dietë apo regjim ushqimor
është një regjim ushqimor, padyshim duhet të jetë i personalizuar. Për këtë pikërisht, sepse njëjtën dietë që e marr unë, ja jap dikujt dhe them më ka bërë shumë mirë kjo dieta dhe më ka dobësuar. Po, mund ta përdorësh dhe ti. Kjo për arsye jo për klishe që është e personalizuar, por kur ne fillojmë një regjim ushqimor, së pari kemi një subjekt përpara i cili ka një historik shëndetësor, pra ka disa parametra trupor që nga gjithë funksionet e organeve, pra funksioni i veshkave, i mëlçisë, raporti midis sheqerit dhe insulinës, yndyrnat, ka një profil tiroide të ndryshëm nga një person tjetër, ka një metabolizëm bazal të ndryshëm nga një tjetër, dhe padyshim duke gërshetuar një check-up të personalizuar të pacientit me një ekzaminim të kohëve të fundit e cila ju e përmendët që është ekzaminimi i florës intestinale, pra i florës intestinale e kombinuar kjo jo vetëm me bakteret, por duke parë raportin e baktereve të zorrës, të parazitëve dhe të virusave dhe akumulimet ushqimore nëse ne na duhet të bëjmë dhe një ekzaminim të akumulimeve ushqimore. Duke mbledhur gjithë të informacion mjekësor, unë e përmend gjithmonë informacion mjekësor sepse sot mendohet njerëzit marrin dieta apo ekzaminime apo matje vitaminash apo matje hormonesh me metoda edhe që s'janë mjekësore dhe pastaj arrin në përfundime të gabuara. Pra të gjitha këto ekzaminime mjekësore mblidhet informacioni dhe bëhet një regjim ushqimor i personalizuar i personit dhe ndiqet në dinamik. Nuk është në një shkencë e madhe me kombinu domate me pataten, me pulën apo me peshkun, por duhet të dim se çfarë informacioni shëndetësor ka personi, kush është metabolizmi i vet bazal, kush është metabolizmi në qetësi, kush është metabolizmi në lëvizje, kush është aktiviteti i tij fizik, pra gjithë dinamika dhe informacioni mjekësor do të mblidhet, do të bëhet një regjim ushqimor i personalizuar, do të suplementohen nëse kemi nevojë, gjithmonë nëse kemi nevojë. Suplementohen pra marrë suplemente. Marrë suplementeve në formë orale apo me drip terapi, kjo varet gjithmonë nga personi dhe nga deficiencat që ai ka, pra nuk ka një suplementim për të gjithë njësoj, nuk ka vitamina për të marrë për të gjithë njësoj dhe të gjitha rrugët njësoj. Nëse unë kam një person që ka problematika me tretjen, pra ka një zorë konstipative, pra me probleme të kapslikut apo të alteruar të diaresme të kapslikut, forma orale e marrjes së suplementeve që janë këto vitamina apo minerale nuk është rruga eficiente, sepse për momentin nuk është rruga eficiente sepse zora nuk tret dhe nuk përfit në mënyrën e duhur. Çka do të thotë që edhe suplementimi me rrugën orale, pra e marrjes në formën e kapsulave apo lëngut, do të bëjë që përfitja e këtyre suplementeve të mos jetë e duhura. Dhe në këtë moment, kur rruga orale, pra përfitja me anë të zorrës nuk është e duhura, atëherë ne përdorim drip terapin, pra të vitaminave apo mineraleve. Për sa i përket drip terapisë, është një procedurë që unë e kam parë që ju e bëni. Konsiston në marrjen e disa vitaminave apo suplementeve nëpërmjet formave të gjakut apo serumit. Duke marrë në formën e serumit, pra në një serum fiziologjik ne hedhim vitaminat, mineralet apo antioksidantët që personit i duhet. Nëse një suplementim nga goja, pra marrja e këtyre vitaminave nga goja mund na zgjas 3 deri në 5 muaj, kur kjo vitaminoterapi apo minerale merret në rrugë intravenoze, merret përafërsisht 5 deri në 10 seanca dhe një periudhë të shkurtër dhe po themi efektet janë shumë herë më të shpejta se suplementimi nga goja. Kjo nuk do të thotë që suplementimi nga goja nuk është eficient, pra është eficient kur ne kemi një zorë të shëndetshme, kur duam të japim një suplementim mbajtës temi, pra për kohë të gjatë, kur duam që të eliminojmë po themi lodhjen kronike apo kur duam të eliminojmë një anemi të thellë. Po të zëm rastin klasik të një anemie feriprive, pra me ulje të nivelit të hekurit, nëse ne kemi nivele shumë të ulta të hekurit, por kemi edhe një person i cili ka problematika të zorrës, marrja e hekurit apo ka dhe problematika të stomakut, marrja e hekurit nga goja nuk është eficiente. Kështu që ne e marrim në disa seanca terapin me hekur intravenoz, efektet janë të menjëhershme, uljet lodhja kronike që jep mungesa e hekurit dhe të gjitha problematikat e tjera për një kohë më të shkurtër. Mirë dok, na duhet shkojmë prapë në publicitet, do rikthehemi pas pak.
Erdhëm në këtë pjesë të tretë të emisionit me mua në studio doktoresh Albana Daka, mjeke klinike, laboratori, nutricioniste klinike dhe genetiste, siç u thash pak më parë, një kombinim perfekt për sa i përket menaxhimit të shëndetit por dhe sistemit imunitar, teksa po diskutonin për drip terapi, e cila është marrja e suplementeve dhe vitaminave nëpërmjet gjakut ose serumeve. Nëse unë, siç po diskutonim pak në pushim, nëse unë dua të bëj një koktejl vitaminash tani, mund të marr çfarë të dua? Jo. Së pari, ne duhet kemi minimalisht një check-up të 3 muajve të fundit, të detajuar, të vitaminave, mineraleve dhe gjithë parametrave trupor për të parë se si jemi. Dhe në bazë të këtij kontrolli ne vendosim pastaj vitaminat dhe mineralet kryesore që organizmit i duhen. Jo më kot ja u bëra pyetjen sepse ne shkojmë në supermarket dhe blejmë një kuti me vitamina, themi magnez, zink etj, po ndërkohë mund na shtohet pak sasia e tyre në trup. Pra mund të bëjmë një sasi më të madhe padyshim, ne të themi akumulimit të vitaminave, dhe nuk e di na bën dëm apo jo. Ne themi gjithmonë që vitamina, minerale s'ka problem se si kemi marrë nga ushqimet, hajt se po i blejmë në farmaci. Po i marrim si në rrugë orale apo intravenoze. Tani padyshim që marrja në të dyja rrugët është e rëndësishme kur organizmit i duhet, por duhet theksuar që marrja ideale e vitaminave dhe mineraleve, pjesa më e madhe e tyre është me anë të ushqimit. Pra unë ja them gjithmonë pacientëve, nuk mund të ham fast food dhe të pretendojmë që vitaminat dhe mineralet t'i marrim, t'i blejmë në farmaci apo t'i marrim në rrugë intravenoze. Pjesën më të madhe të tyre organizmi është i formatuar i gjithë që këto vitaminat dhe mineralet do t'i marrin nga regjimi ushqimor i shëndetshëm. Nëse ka mungesa, pra nëse duhet suportuar, mund të shtojmë nga jashtë. Aman marrja është sepse edhe organe detoksifikuese të organizmit, siç janë mëlçia dhe veshkat, kanë një kapacitet detoksifikues. Pra, si marrja në rrugë intravenoze, ashtu dhe në marrjen orale, ato kanë substanca farmaceutike lidhse, të cilat kur shkojnë në organizëm duhet të shpërbëhen. Në qoftë se ne japim organizmit 2-3 fishin e sasisë që organizmi mund të menaxhojë në detoksifikimin e vet, atëherë do mbi ngarkohet si mëlçia ashtu dhe veshkat dhe ne mund të shkaktojmë problematika nga mbi suplementimi, sepse dëgjojmë masolli djali nga Amerika ka marrë një 200 kapsula, 500 kapsula, pa ditur realisht se çfarë nevojash ka organizmi. Më shuaj një kuriozitet. Un kam disa kontakte në Europën lindore të sportistëve që luajnë atje dhe që merren me disiplina të ndryshme, por një teknik e shpejtë që ata bëjnë, pra mbasi mbarojnë një ndeshje futbolli, bëjmë pikërisht të drip terapin. Pra ulen atje, marrin suplementet nëpërmjet gjakut për të rigjeneruar trupin. Nuk e di, është e mirë kjo si teknik e bërë në mënyrë të shpeshtë për t'i dhënë një rigjenerim trupit? Është një teknikë e mirë, por sportistët duke i qenë se janë të mirë monitoruar në kontrolle periodike në pjesën më madhe gjithë sportistët e Europës, pra janë të mirë monitoruar në kontrollet shëndetësore dhe humbjet që ata bëjnë me aktivitetin fizik padyshim janë shumë herë më të mëdha se një person normal, pra me një aktivitet sportiv normal apo me një jetë sedentare, pra humbjet janë shumë herë më të vogla, padyshim një sportist i duhen sasi më të mëdha. Unë mendoj dhe jam e bindur që pjesën më madhe këta ndiqen nga mjeku i skuadrës dhe në kontrollet periodike ata padyshim që shikohet nivelet e tyre, por marrja padyshim është e sugjeruar. Mendoj që është e ndryshme në sportistë të ndryshëm, pra nuk është e njëjta skem për të tërë, sepse dikush mund të doj magnezium më shumë, dikush mund të doj grupin e vitaminave B më shumë, dikush mund të doj antioksidant më shumë të formave të ndryshme, glutation A dhe më radhë. Pra bëhen drip terapit sepse edhe humbjet që ata bëjnë apo eforti fizik që bëjnë gjatë periudhës stërvitore apo që përgatiten për ndeshjen e ardhshme patjetër është më i egzageruar dhe ka nevojë për sasira shtesë. Pse gjatë verës ne nuk i marrim suplementet?
Së pari gjatë verës kemi edhe ushqimet që ham gjatë verës, edhe nëse nuk e bëjmë në mënyrë konsciente, po për shembull themi që duhet ta ham më lehtë, për shembull ha më pak mish të kuq, ha më pak proteina shtazore. Pra organizmi kërkon më pak sepse sistemi i tretës ngadalsohet për shkak të temperaturave të larta, ndodh ajo që quhet vazodilatacion apo zgjerimi i enëve të gjakut, i cili bën që trakti i tretës të jetë më i ngadalshëm. Dhe duke qenë më i ngadalshëm, tret edhe më ngadal, por edhe përthithja e suplementeve është më e vogël. Kështu që prandaj ne nuk është se janë të dëmshme, po ne nuk marrim efektin e duhur të suplementeve dhe prandaj periudha ideale e marrjes së suplementeve janë stinët e ftohta, ku edhe sistemi imunitar është më i ndjeshëm, pra pak më i ulët, dhe përthithja në rrugët orale, pra e marrjes së suplementeve nga goja është më e mirë sepse edhe përthithja është më maksimale, prandaj nuk i marrim, jo se na japin ndonjë problematik, por efekti që ne presim është më i vogël se nëse ne do ta marrim në stinën e freskët. Në disa video tuajat, un kam parë që ju përdorni në qoftë se mund ta quaj kështu një teknik ose një koncept i ri mbi rigjenerimin e indeve, mbi ruajtjen e sistemit imunitar, ajo që quhet terapia hiperbarike. Terapia hiperbarike ose me një oksigjen shumë me më të sasi të shtuar oksigjeni. Terapia hiperbarike në fakt ka disa dekada që përdoret në botë. Vitet e fundit është futur edhe në Shqipëri, ne kemi futur prej disa vitesh në klinik. Parimi i terapisë hiperbarike është që personi futet në një dhomë me oksigjen në një presion 2 atmosferë dhe oksigjeni që i kalon organizmit gjatë kësaj seance 1 orëshe, përafërsisht 60-70 minuta, është gati 15 deri në 16 herë më shumë se oksigjeni që ne marrim normalisht. Dhe ne e dim që moneda kryesore që i duhet qelizës është oksigjeni, mitokondret e famshme kërkojnë oksigjen dhe ky oksigjen i vajtur në sasi të madhe në plazëm, kudo ku gjen problematik, që ne në mjeksi e quajmë inflamacion, pra kudo ku gjen qelizat të dëmtuara, shkon dhe i regjeneron si pasojë e sasisë së lartë të këtij oksigjeni. Kështu që prandaj kjo terapi përdoret shumë për rritjen e imunitetit. Në Covid është përdorur për rikuperim të personave që kanë bërë long Covid ose forma të rënda të Covidit për të boostur imunitetin. Përdoret pas aksidenteve vaskulare në tru apo operacioneve neurokirurgjikale të komplikuara, përdoret në këmbët hiperbarike, ka efekte pozitive në sindromin autik për të ulur inflamacionin e indit cerebral, përdoret për të shpejtuar metabolizmin, për shembull tek një person që ne duhet të shpejtojmë metabolizmin, për shembull tek një person me sindrom metabolik, i cili ka yndyrna të larta, hipertension, mbi peshë me radhë, kur ne e fusim në një regjim ushqimor të detajuar, e fusim edhe në disa seanca të shpeshta të dhomës hiperbarike, ku ne tentojmë që ai nga një metabolizëm shumë i ngadalshëm të fillojë dhe të rrisi metabolizmin drejt të paktën të shkojë drejt metabolizmit normal, sepse indi i vet dhjamor, i cili shkakton inflamacion kronik në organizëm, e ka ulur metabolizmin. Ne presim të fusim këto kohë edhe atë analizë për të parë ndryshimin para terapisë me oksigjen dhe pas, që quhet gjatësia e telomerëve, pra në nivel qelizor, sepse është parë që terapitë e zgjatura me oksigjenin hiperbarik japin atë që quhet vitalitet të qelizave ose rigjenerim të qelizave, e cila shprehet me rritjen e telomerëve, pra gjatësisë të telomerëve që janë ato skajet përfundimtare të kromozomeve, sepse ne me kalimin e viteve, pra me plakjen po themi, kromozomet nga ndarjet e shpeshta të qelizës fillojnë edhe shkurtohen. Dhe pas një terapie të tillë për shkak të sasive të larta të oksigjenit, ne tentojmë që ta rigjenerojmë qelizën dhe kromozomet të rrisin gjatësinë e tyre apo gjatësinë e telomerëve. Mirë, dok, shumë faleminderit për përgjigjen. Do rikthehemi pastaj pak publicitet dhe në pjesën e fundit.
Rikthehemi në këtë pjesë të fundit të emisionit miq, me mua gjithmonë në studio doktoresha Albana Daka, e cila vazhdon të më informojë mbi të rejat e fundit se si duhet kujdesemi për shëndetin dhe të mirëmbajmë sistemin tonë imunitar, dhe një ndër teknikat e fundit janë edhe dhomat me oksigjen hiperbarik ose me nivele shumë të larta oksigjenit që me sa duket rigjenerojnë qelizat. Shkurtimisht, mund ta bëj kushdo apo jo? Patjetër që mund ta bëj kushdo. Ne biseduam dhe më parë, vetëmi kundër indikacion mjekësor është tromboembolia pulmonare, po persona që kanë problematika të tilla janë persona kryesisht e hospitalizuar, kështu që nuk është. Jo, në sensin që kushdo, pra çdo njeri normal i shëndetshëm që do të bëjë një i cili do të ketë një imunitet të fortë, por edhe një organizëm të shëndetshëm dhe më të ri, jo për klishe, se ne kur themi më të ri kuptojmë vetëm këto botoxet, fillerat apo, që të kesh një organizëm më të ri, do të thotë që të kesh një organizëm më të ri edhe brenda. Pa dyshim që dhoma hiperbarike jep efekte shumë pozitive, se duke qenë se jep në gjithë organizmin, jep edhe në lëkurë, që është indi më i madh i joni, pra ne shikojmë efekte pozitive shumë pa dyshim edhe në lëkurë, por kemi një efekt rigjenerues të organizmit në total, pra në nivel, prandaj themi gjithmonë në nivel qelizor. Pra ne ndihemi për shembull personat që kanë lodhje kronike, ndjehen më vital, bëjnë një gjumë më të rehatshëm, në persona që vuajnë nga pajgjumësia apo kanë një lodhje kronike të referojnë që kanë një pajgjumësi të shtuar apo një gjumë, po themi ai që quhet gjumi përcipt, pra jo gjumi thellë. Dhe pas 10 seancave të dhomës hiperbarike referojnë që gjumi është përmirësuar, ndjeshëm, është ulur lodhja kronike dhe të cilat këto reflektohen padyshim në të gjithë rigjenerimin që ndodh në nivelin e organizmit. Ju bëni dhe një teknik tjetër, e cila, nëse mund ta them kështu në zhargonin popullor, quhet zbrazja ose shplarja e zorrëve. E cila konsiston, mund të quhet edhe fizioterapi e zorrës. Fizioterapi e zorrës, okay. E cila konsiston në eliminimin e helmeve apo mbetjeve, në një pastrim, po themi general të zorrës nga të gjitha mbetjet dhe toksinat, sidomos në persona që kanë problematika me tretjen, sidomos në persona që kanë fenomene të konstipacionit, pra të kapslikut, në persona që kanë marrë antibiotik për kohë të gjatë. Pas kimioterapisë është një, po themi, është një trajtim shumë i mirë i zorrës. Është një trajtim që vazhdon diku tek 1 orë, është një shplarje në të gjithë gjatësinë e zorrës, me ujë në temperaturën e trupit, është një terapi e padhimshme, pra nuk është me anestezi e me radhë, pra është një terapi që kryhet në mënyrë të qetë, personi është i shtrirë, çdo gjë kalon në aparat, stafi mjekësor supporton vetëm po themi masazhin e barkut që uji të kalojë në gjithë gjatësinë e zorrës, dhe pas pastrimit të gjithë toksinave dhe mbetjeve ushqimore në zorë, stafi hedh probiotik, pra hedh florë bakteriale për ta furnizuar zorën me popullatën kryesore që i duhet dhe për ta futur atë në fiziologjinë normale, pra në atë punën normale të saj. Nuk është një trajtim që e bën zorën e varur, pra ti ke probleme me tretjen, do hash një javë 10 ditë dhe do vish prapë të pastruar zorën, nuk është kështu. Bën një lavazh makine. Pastrimi i zorrës do të thotë që ta kthesh zorrën në funksionin e vet normal. Është një trajtim realisht shumë i mirë që futet në gjithë grupin e trajtimeve të organizmit, por duke shtuar që ne në zorë kemi 80% të sistemit imunitar, dhe nëse mirëmbajmë zorrën, do të kemi dhe një sistem imunitar të fortë. Persona që kanë probleme me tretjen dhe me zorrën të referojnë vetë, nuk e nevojë të pyesësh, të thotë që më zën gripi më shpejt, kam koliti, probleme me lëkurën, fillojnë ato që ne i themi urtikarje histaminike, pikërisht për shkak të manipulimit shumë të madh të sistemit imunitar, pra futet organizmi në një rreth vicioz. Dok, për sa i përket dobësimit, je për masazhet, je për këto pajisjet e reja që kanë dalë që përdorin elektroda, je për dieta, je për terapit kombinuara, nuk e di, ushtrime, masazhe, gjëra të natyre, do të thënë, se tani vjen vera në fakt, edhe gjithë po turren tek, unë gjithkohë shikoj, domethënë, reelsa në Instagram, klinika që bëjnë promo të ndryshëm, që nga këto trajtimet elektroterapeutike me veshje deri tek masazhet anticelulit, limfodrenazhi që nuk e di
funksionon apo s'funksionon për dobësime, domethënë një sër mekanizmash, nëse mund ta quajmë kështu, që fokusohen gjithmonë tek pacienti për të arritur rezultate. Të gjitha këto masat janë kështu masa të marra në urgjencë, po themi në thonjza që njerëzit 2-3 muaj para verës duan thjesht të kenë një trup të bukur. Pra, që kur të vënë në plazh të duken edhe jo vetëm për të tjerët, po edhe vetë të ndihen më mirë, pra të kenë një trup të bukur. Së pari unë do thosha që kombinimi i regjimit ushqimor dhe jo vetëm në këtë 3 muaj, kombinimi i regjimit ushqimor me aktivitetin fizik janë shtyllat. Pastaj futja e limfodrenazhit, futja e gjërave, po themi e proceseve që mund ta suportojnë deri diku, patjetër do të japi atë efektin e vet minimalist. Në pjesën më të madhe të rasteve njerëzit e kanë psikologjike, se i thot ajo terapistja, shiko si ke qenë, shiko sa mirë je bër, edhe ai e mbush mendjen vetes që është bër mirë. Por shtyllat kryesore padyshim janë regjimi ushqimor dhe aktiviteti fizik. Limfodrenazhi, masazhet padyshim janë ndihmuesa, nuk jam absolutisht për këto futje në këto saunat e gjata. Unë kam par raste, një nga rastet që kam par vitet e fundit në spital është që ka ardhur një djalë i ri i cili ka kaluar në hemodializ për shkak të terapive të gjata që bënte me sauna disa herë në ditë dhe i kufizoi dhe marrja e lëngjeve nga goja për të bërë rënje të peshës për 2-3 javë. Ne dimë që organizmi është ujë, 70-75%, dhe nëse i heqim ujin me trajtime të gjata, saune dhe e kufizojmë marrjen e lëngjeve, patjetër do ta fusim organizmin deri në blok renal dhe personi futet pastaj në ato që quhet problematika të theksuara të veshkave. Një mesazh të fundit para se të ikim. Si e shikon Albana Daka shëndetin dhe gjatësinë me 3 fjalë? E shikoj një kulturë familjare në ushqyerje dhe në aktivitetin fizik, të dyja këto të kombinuara me mirë informimin dhe vajtjen dhe bërjen e konsultave mjekësore, gjithmonë e them mjekësore, pra kur ne duam të kontrollojmë shëndetin, shkojmë tek mjeku. Kur duam të kontrollojmë llogaritë bankare, shkojmë tek ekonomisti, dhe nuk mund t'i miksojmë këto të dyja. Kështu që një stil jete të shëndetshëm dhe kontrollet mjekësore periodike janë çelësi për të pasur një organizëm të shëndetshëm dhe jetë gjatë. Mirë dok, faleminderit që ishe në Vitality Vibes. Për gjithë ju që sapo ndoqët Vitality Vibes në valët Top Albania Radios, ju rikujtoj takimin ton të ardhshëm ditën e shtunë në orën 19 deri 20. Mos harroni shëndeti i pari dhe një fundjavë të mbar dhe shijoni ditën e diell. Mirupafshim dhe natën e mirë.